Nëse strategjia jote vetme për me fitu klient është me kon më i liri në treg, ti nuk ki biznes, ti ki një datë skadencës. Shumë pronarë biznesesh menojnë që çmimi i ulët është magneti më i mirë. E kjo është gabim. Që ka ndodhë në të vërtetë? E vërteta e parë, çmimi i ulët tërheq klientët më të vështirë. Nëse dikush vjen te ti veç pse je 5 euro më i lirë se tjerët, ai ka me shku te konkurenca e radhës nëse ai është veç 1 euro më i lirë. Klientët e çmimit nuk kanë besnikri, kanë veç kalkulator. E vërteta e dytë, çmimi është sinjal i cilësisë. Mendoni për këtë, nëse e shen një iPhone 3 që kushton 100 euro, a menon është pazari mirë, a menon është diçka ma shtrem? Kur ulni çmimin shumë, ju po i thoni trurit klientit, unë nuk jam mjaftu shumë i mirë. E vërteta e tretë, nuk mundesh me investu në rritje. Kur marzhi juaj është minimal, ju nuk keni pare për marketing më të mirë, nuk keni pare për staf më të kualifikum, e nuk keni pare për me i dhon klientit një eksperiencë premium. Zgjidhja, mos u boni më të lirë, boni më të vlefshmit. Njerëzit nuk e kanë problem me pagu më shumë, njerëzit e kanë problem me pagu për diçka që nuk ja vlen. Rrete vlerën jo zbritje, sepse në fund ditës, gara për çmimin më të ulët është një garë ku edhe fituesi del i humbur.